Loredana, me një buzëqeshje provokuese në fytyrë dhe një ton lozonjar, I afrohet Jozit ndërsa ai qëndroni ulur në cep të dhomës. Me zë të lartë, që të gjithë ta dëgjojnë, I thot me ironi, hajde, Jozi, mos u bë I ftohtë eja të përqafoj, se e di që po më mungon. Ajo I hap krahët sikur ta ftoj për një përqafim të ngrohtë, por nga syt I lexohet qartë që është thjesht një lojë, një mënyrë për ta provokuar dhe për ta vënë në siklet përpara të tjerëve. Jozi e shikon me një buzëqeshje të lehtë, por të ftohtë, dhe ngrihet me ngadalë. Loredana, I thot ai me një ton të prerë, mos u lodh kot. Unë nuk kam asnjë interes tek ty, e di shumë mirë që ti po e bën për lojë, për show, por unë nuk jam pjesë e kësaj skeme tëndes. Ai bën një hap pas, duke shmangur përqafimin dhe vazhdon, nëse mendon se mund të më provokosh ose të më bësh xheloz, je në rrugë të gabuar. Nuk më intereson çfarë bën, me kërri apo çfarë thua. Mua nuk më bën më as përshtypje. Loredana sforcohet të mbaj buzëqeshjen, por në sy I duket një nuancë bezdie. Ajo nuk e kishte pritur këtë reagim nga Jozi. Në vend që ai të reagonte, ai ja kthen ftohtësinë me indiferencë, dhe kjo e lëndon më shumë se sa një fjalë e rëndë. S'ka problem, I thot ajo, duke hequr dorën e shtrirë dhe duke u kthyer mbrapsht, nuk do të lutem unë për një përqafim. Ka plot të tjerë që do ta donin. Por të gjithë e kuptojnë se pas atyre fjalëve, ajo ndoshta kishte pritur një reagim ndryshe nga Jozi, një afrim, një shenjë se ende kishte ndikim mbi të. Ndërsa Jozi, I vendosur, vazhdon rrugën e tij, duke treguar se për të, loja e Loredanës nuk ka më asnjë efekt.